Si pati? Pak ka qenë trendi i njëjtë, do të thoja që ishe një pamje déjà vu për të gjithë situatat që kemi kaluar në këto 10 vitet e fundit të maturës shtetërore. Fatkeqësisht e kemi licencuar ose kemi standardizuar kopjen, duke thënë që nuk ka problem, ndërkohë që unë mendoj që ndoshta me të vërtet nuk ndikon në rezultatin e maturës, por ndikon në cilësinë e standardit të maturës. Që do të thotë, nëse dal një kopje në një farë mënyre, sistemi maturës mund të thuhet që ka rënë për arsye të mosvendosjes së një cilësie dhe standardi evropian. Çdo të thotë cilësi dhe standard evropian, do të thotë që kur një maturant futet në provim, duhet ta ketë të siguruar maksimalisht sekretin dhe atë që quhet siguria maksimale e vlerësimit që duhet bërë në bazë të merit preferencës. Nga ana tjetër, rezultatet të cilat na paraqiten tregojnë që maturantët tanë në drejtim të gjuhës angleze realisht kanë investuar, sepse investon familja jo vetëm në formimin e shkollës, por investon edhe në kurse dhe mos harrojmë që i gjithë ky brez është brezi tashmë që ka filluar ciklin e gjuhës së huaj që nga klasa e tretë, tani e kemi që nga klasa e parë, që do të thotë niveli i përfundimit të maturës duhet jetë patjetër niveli B2 i standardit më të lartë dhe mund të jetë midis B1 dhe B2 dhe për këtë arsye forma e testit është ndërtuar ndryshe dhe rezultatet janë marrë ndryshe, ndërsa testet që paraqiten në gjuhë, në matematikë apo në lëndën me zgjedhje janë përsëri pjesë që hanë diskutim për mënyrën se si ndërtohen, ndaj unë gjithmonë dhe këto herët e fundit kam nxjerrë idenë që tashmë ka momenti që matura shtetërore nuk do të realizohet më në këtë format, duhet realizohet në formën siç e bëjnë gjithë testet ndërkombëtare, me modelin ndërkombëtar, ndërtuar mbi bazën e formës jo më manuale, po nëpërmjet kompjuterit, mund të jetë i sekretuar siç kemi ID-n i Albanias ku ne futemi, mund ta marrë secili nga këta dhe ndërtimi i tezës duhet jetë i tillë që rezultati në fund kur ai plotson testin të jepet aty dhe të marrë pikët automatikisht.